Vrasja e 20 vjeçarit Steven Toshkëzi dënohet me 18 vite burg autori. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 18 vite burg të riun Aksel Hoxhaj. Ai është pallëfajtor për vrasjen e 20 vjeçarit Steven Toshkëzi, ngjarje kjo ndodhur në 18 prill rreth orës 00:15 në rrugën Skënder Sallaku në kryeqytet pranë gjimnazit Partizani. Fajtor për moskallëzim krimi është shpallur dhe i riu Ensi Maze, i pranishëm me autorin në momentin e krimit. Dy të rinjt ishin në konflikt të vazhdueshëm me njëri tjetrin për një vajzë, konflikt i cili përfundoi me fatalitet. Sipas togave të zeza, ky konflikt edhe pse për motive të dobta kishte angazhuar dy grupet shoqërore të pandeurit dhe viktimës në gjetjen e informacioneve dhe vendodhjes së njëri tjetrit. Megjithë angazhimin e tyre, takimi në mesnatën e 18 prillit 2 vite më parë është konsideruar nga gjykata si rastësor. Si ndodhi ngjarja e vrasjes së 20 vjeçarit në kryeqytet dhe cilat ishin arsyet e sherrit mes të rinjve. Vrasja e 20 vjeçarit dyshohet se ishte derivati një konflikti të mbartur mes dy të rinjve, pasi më parë kishin konfliktuar fizikisht për një vajzë që ishte angazhuar në një lidhje dashurie me Toshkëzin. Ishte Aksel Hoxha, i cili së bashku me mikun e tij, Enzi Maze, 18 vjeç, dyshohet se i zumpritën djerit shumë pranë banesës së tij. Rreth 2 javë më parë, 20 vjeçari e kishte rrahur atë pas një përplasje fizike në afërsi të rrugës Elbasanit, sepse i ngacmonte të dashurën e tij. Të rinjt e kishin lënë që të takoheshin mbrëmjen e së hënës për t'u sqaruar. Toshkëzi, i cili sapo kishte mbyllur punën si montazhier në një televizion në kryeqytet, ra në pritën e dy 18 vjeçarëve me Hoxhajn, që sipas raportimeve ka goditur me një hanxhar ose thikë të madhe në pjesën e brinjve, duke i shkaktuar vdekjen.